Mbrëma, ky është edicioni qendror i lajmeve titujt kryesor. Lideri i opozitës Lulzim Basha deklaron se Shqipëria nuk do të rrshkasë në destabilitet, do ta largojmë Ramën me një lëvizje paqësore. Supergrabitja në Kashar, kërkrimet e rënda lënë në burg pa fat të dy të dyshuarit Sinana dhe Murata e pretendojnë se kanë alibin e tyre. Sulmi në aeroportin e Parisit, policia ekzekutoi 39 vjeçari, një tunizian me 9 shtetësi franceze, njihet si një musliman i radikalizuar. Ushtria e Kosovës përçan koalicionin e Sa Mustafa kundër Thaçit nuk do të bëjmë asnjë hap pa koordinimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe NATO-s. 300.000 biznese të mbyllura është bilanci i krizës në Greqi, zhgënjim te grekët dhe migrantët shqiptar të shporin këta politikanë. Skenarët e fundit që parashikojnë një destabilitet në Shqipëri u përjashtuan nga lideri demokrat Lulzim Basha. Kreu opozitës tha se kjo është një lëvizje paqësore që do të largojë nga pushteti kryeministrin Rama dhe për siguruar zgjedhje të lira dhe të ndershme, për Lulzim Bashën rrugë tjetër nuk do të ketë. Me një gjuhë të ashpër dhe ofenduese, Lulzim Basha ju përgjigj kryeministit Rama, pasi ky i fundit ja vuri përgjegjësinë e trazirave të vitit 97, njerëzve që sot janë në çadër. Për Bashën, Shqipëria nuk do të rrshqasë në destabilitet. Kë kërcënon, mor surratësës. O i pa fytyr, kujt i kujton 97-ën ti? Këtu është lëvizja më europiane, më qytetare, më paqësore, më demokratike për të shporur pikërisht krimin dhe kriminalët që janë destabilizimi, kërcënimi i vërtet për stabilitetin dhe demokracinë e Shqipërisë. Qëllimi i demokratëve në këtë protestë është qeveria teknike për të siguruar zgjedhje të lira dhe Basha përjashtoi çdo zgjedhje tjetër jashtë kësaj. Shqipëria nuk do të bëj zgjedhje fasad me krimin dhe paratë drogës që të rri surrati yt në pushtet e të vazhdoj të vjedh Shqipërinë e ta mbjell me drogë. Jo, vendimi është marrë. Ti do të shporesh dhe ne do kemi qeveri teknike për zgjedhje të lira dhe të ndershme. Rrugë tjetër nuk ka e nuk ka për të patur. Basha përmendi dhe problemet brenda koalicionit të majt, ndërsa theksoi se kjo vjen për shkak se Rama ka futur krimin në shtëpinë e vet politike. Kryetari i PD-s Shpëtimi Drizi në takimin që pati me strukturat në Lushnjë akuzoi partitë e mëdha se në 25 vite kanë shtremburuar vullnetin e shqiptarëve. Pak muaj nga zgjedhjet parlamentare, Drizi propozon që të ketë një zonë elektorale për të mbrojtur votën. Kreu i PD-s pati një takim edhe me strukturat në Fier. Kryetari i Partisë për Drejtësi, Integrim dhe Unitet Shpëtimi Drizi ka propozuar që në zgjedhje të ketë edhe një zonë elektorale në mënyrë që partitë marrin përqindjen e votave që u takon. Nga Lushnja, gjatë një takimi me strukturat e PD-s, Drizi tha se në 25 vite është deformuar vullneti shqiptarëve. Që të mos kemi një zonë elektorale dhe partitë politike të marrin përqindjen e votave që i takojnë dhe mas kësaj të kenë mundësi që të bëjnë edhe aleanca. Dy partitë e mëdha flasin për zgjedhje të drejta, të barabarta dhe transparente, por në gjithë historinë e këtyre 25 vjetëve, po edhe në kodin zgjedhor të miratuar pikërisht nga dy partitë e mëdha, janë ata që kanë deformuar pikërisht votën e shqiptarëve. Kreu i PD-s tha se kriza politike me të cilën vendi po përballet sot është atribut i paaftësisë politike. Kjo vjen sepse ne në Shqipëri në këto 25 vjet, cilët kanë qenë vite tranzicione, kemi klasë politike të dështuar e cila pikërisht për këtë arsye ka instaluar në këto 25 vjet konfliktualitetin e madh politik. Dhe në këtë konfliktualitet dhe këtë krizë politike e shohim në parlament, e shohim jashtë saj, e shohim kudo, dhe unë jam i bindur që ky konfliktualitet është dhe kjo krizë është produkt i paaftësisë të klasës politike shqiptare. Drizi e shes zgjidhjen e këtij ngërçi tek një pakt kombëtar ku të gjitha forcat politike të ulen bashkë për interes të kombit. Në përgatitje të programit ai tha se fokusi do të jetë bashkimi ekonomik me Kosovën dhe zhvillimi i vendit. Bemblushi mendon se me ndihmën e ndërkombëtarëve do të gjendet një zgjidhje që në Shqipëri të ketë zgjedhje dhe të kalojë vetting si pjesë e reformës në drejtësi. Për Libran do të jetë e papranueshme një qeveri teknike e cila mund të jepet nga kryeministri për të siguruar votat e opozitës për vettingun. Pas betejës me Komisionin Qendror Zgjedhor, Libra mblodhi më shumë se 10.000 firma për të regjistruar për zgjedhjet e 18 qershorit. Me ndihmën e ndërkombëtarëve, Bemblushi shpreson se të paktën zgjedhjet do të zhvillohen.
ndërsa thekson se është e nevojshëm një akord për zgjedhje të lira dhe kalim të vettingut. Më e mira për të është që zgjedhjet të zhvillohen në afatin e tyre kushtetues. Sigurisht është e domosdoshme që të ketë një akord për cilësinë e zgjedhjeve, për numërim elektronik mundësisht dhe për të kaluar vettingun që është bllokuar në parlament. Të dyja duhet të kalojnë urgjentisht dhe besoj që në 2-3 javë të ardhshme, me presion e fortë komunitetit ndërkombëtar i cili po aktivizohet ditët e fundit, edhe çështja e zgjedhjeve mund të marrë një zgjidhje, pra mund të kemi zgjedhje, të paktën të kemi zgjedhje, dhe vettingu të kalojnë në Parlamentin e Shqipërisë. Presoj që zgjedhjet mbahen në afatin e tyre kushtetues. Qeveria teknike është e papranueshme për libra, dhe pse kjo sipas Blushit mund të jetë një koncesion i kryeministrit për kryetarin e opozitës, i shkëmbyer me vettingun. Libra refuzon bashkëqeverisin e partive të vjetra që po bëhen gati, me sa duket, të bëjnë një akord, të gjenë një akord. Kush është akordi? Një palë kaloi vettingun, pala që është në çadër, dhe pala tjetër të pranoj mundësinë e qeverie teknike që ndajnë gjitha palët, gjitha partitë e vjetra si një tort. E keni përparë që kjo do ndodhi ndoshta për 2-3 javë, kur do shkëmbehet vettingu me qeveri teknike, ka shumë gjasa që të ndodhi. Libra ka bërë gati 10.000 firma, 2 fishin e nevojitur për të regjistruar në zgjedhje, pas refuzimet të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve sipas Blushit, për ta regjistruar këtë parti, për të garuar në 18 qershor. Libra për afro 2 javë e tekaloi 10.000 firmat që kishte vënë synim të merrte për i dorëzuar në KQZ. Themelimi i ushtrisë Kosovës ka përçarë qeverinë e vendit. Kryeministri Isa Mustafa ka dalë kundër nismës së presidentit Hashim Thaçi për transformimin e forcave të sigurisë në ushtri nëpërmjet ndryshimeve ligjore. Sipas Mustafës, nuk do të ketë formim të ushtrisë pa u koordinuar me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe NATO. Krijimi i ushtrisë duket se është bërë mollë sheri brenda qeverisë Kosovës. Kryeministri Isa Mustafa ka reaguar për herë të parë për këtë çështje, duke dalë kundër nismës së presidentit Hashim Thaçi për transformimin e forcave të sigurisë në ushtri nëpërmjet ndryshimeve ligjore. Por Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe zyrtarët NATO-s kanë kërkuar që ushtria të formohet duke bërë ndryshime kushtetuese, ku kërkohen edhe votat e pakicave. Për kreun e shtetit ndërkohë kjo nuk është e mundur, pasi sipas tij, serbët që ndodhen në Parlamentin e Kosovës nuk pranojnë ndryshime kushtetuese. Prandaj, e vetmja rrugë për të bërë ushtrinë është përmes ndryshimeve ligjore në ligjin për FSK-n. Në këtë pikë është Mustafa që kundërshton, duke thënë se nuk do të ketë formim të ushtrisë pa u koordinuar me Amerikën dhe NATO-n. Por ushtrinë do ta bëjmë në koordinim dhe bashkëpunim me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ne duhet ta ruajmë dhe ta mbajmë miqësinë e përhershme me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Presidenti Thaçi ka dërguar projekt ligji në qeveri për miratim, teksa drafti pritet të kthehet për votim në parlament. Kjo çështje ka shkaktuar edhe debate të ashpra mes Kosovës dhe Serbisë, por gjithashtu edhe në përplasje direkte mes presidentit Thaçi dhe kryeministrit Aleksandar Vučić. Para disa ditësh Beogradi mblodhi edhe Këshillin e Sigurisë Kombëtare për të diskutuar për vendimet e Kosovës për transformimin e forcës së sigurisë në një ushtri të rregullt. Takimi konfirmoi kundërshtimet e Beogradit, duke paraqitur ushtrinë e Kosovës si rrezik. Çështja ka vënë në diskutim edhe vijimin e dialogut mes dy vendeve. Procesi domosdoshëm në kuadër të stabilizim asociimit. Policia franceze ka arritur të identifikojë personin që sulmoi këtë të shtunë në aeroportin e Parisit dhe ku mbeti vet i vrarë nga policia. 39 vjeçari me shtetësi franceze, i njohur si Zayed B, shtiu në drejtim të zyrtarëve të policisë në një pikë kontrolli në Verilindje të Parisit me një pistolet para se të niste një sulm në aeroport. Autori ishte i njohur nga policia si një musliman i radikalizuar. Është identifikuar me emrin Zayed, teksa për mbiemrin autoritetet franceze kanë publikuar vetëm shkronjën e parë B të autorit të ngjarjes Parisit, teksa me origjinë është nga Tunizia. Zayed tentoi të merrte armë një oficer i sigurie në aeroportin Orly në Paris, tentative e cila përfundoi me vrasjen e tij nga autoritetet. Prokurorët kanë hapur një hetim antiterror, pasi Zayed B ishte raportuar si i radikalizuar në të kaluarën dhe ndodhej prej kohësh në listën e zezë të policisë. Ai kishte një histori të gjatë penale, përfshirë dënime për grabitje të armatosura. Herët të shtunën në mëngjes, i dyshuar ishte ndaluar në një pikë kontrolli në veri të Parisit, ku thuhet se jetonte. Ai qelloi në drejtim të policisë para se të largohej me një makinë, e cila më vonë u gjete braktisur. Policia thot se ai pastaj vodhi një makinë në jug të Parisit,
mjeti i cili pak orë më vonë u gjet në aeroportin Orly. Pikërisht këtu, Zajedi afrohet një patrullë ushtarake, ku përpoq të merrte armën e një oficeri, por në këtë moment, 2 ushtarë të tjerë hapën zjarr mbi të, duke lënë të vdekur. Ende nuk dihet motivi që e çoi autorin në këtë ngjarje, teksa policia tashmë ka bastisur shtëpinë e tij dhe ka çuar në paraburgim babain dhe vëllain, një procedurë kjo standarde në sulme të dyshuara terroriste. Pas ngjarjes, policia kontrolloi të gjithë aeroportin, nëse ishte vendosur ndonjë bombë dhe nisi kërkimin për bashkëpunëtor të mundshëm. Ngjarja tronditi vendin, disa terminale u mbyllën, shumë fluturime u anuluan ose u transferuan në Charles de Gaulle dhe 3.000 pasagerë u evakuuan. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka kërkuar për herë të parë në mënyrë të drejtë për drejtë rikthimin e dënimit me vdekje në vend. Gjatë një tubimi në perëndim të vendit, Erdogan tha se parlamenti do të miratojë vendosjen e dënimit me vdekje pas referendumit të 16 prillit. Kjo lëvizje me shumë gjas do të jap fund përpjekjeve të Ankaras për të bashkuar me familjen europiane. Turqia hoqi dënimin me vdekje në vitin 2004 si pjesë e përpjekjeve të saj për anëtarësim në Bashkimin Evropian. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan pret që parlamenti të miratojë rivendosjen e dënimit me vdekje pas referendumit të 16 prillit, lëvizje që mund të jap fund përpjekjeve të Ankaras për të bashkuar me familjen europiane. Deklaratën Erdogan e bëri gjatë një tubimi në qytetin perëndimor të Çankalas. Turqia hoqi dënimin me vdekje në vitin 2004 si pjesë e përpjekjeve të saj për anëtarësim në Bashkimin Evropian. Familjet e dëshmorëve dhe heronjtë e grushtit të dështuar të 15 korrikut nuk kanë nevojë që të shqetësohen. Unë besoj se me vullnetin e Zotit, pas votës së 16 prillit, parlamenti do të bëjë atë që është e nevojshme në lidhje me kërkesën tuaj për dënimin me vdekje. Përpos parlamentit, ligji kërkon edhe nënshkrimin e kreut të shtetit dhe Erdogan sigurisht që nuk do të jetë pengesë. Kur është fjala tek unë, do të miratoj pa hezitim. Zyrtarët e Bashkimit Evropian kanë paralajmëruar në mënyrë të përsëritur Turqinë se rivendosja e dënimit me vdekje do të shënonte fundin e përpjekjeve mbi gjysmë shekullore për të bashkuar me bllokun. Por ministrat turq dhe Erdogan argumentojnë se ky vendim është i nevojshëm për dënimin e të gjithë atyre që morën pjesë në grushtin e korrikut të vitit të shkuar. Aktualisht, Turqia dhe Europa janë në pikën më të lartë të krizës së shkaktuar pasi Holanda dhe Gjermania refuzuan mbajtjen e tubimeve turke në vendet e tyre. Rreth 9.000 persona mbështetës kurd demonstruan në Frankfurt të Gjermanisë kundër presidentit turk Tayyip Erdogan dhe referendumit të prillit, duke i quajtur kreun e shtetit turk terrorist. Greqia në 7 vjet të krizë të thellë ekonomike dhe financiare ende nuk po shet dritë në fund të tunelit. Gjatë viteve të krizës janë mbyllur 300.000 biznese, ndërsa vetëm në 2 muaj të vitit 2017 kanë mbyllur qepenat 5.600 biznese. Gjendja me të cilën po jetojnë qytetarët grek dhe emigrantët shqiptar rrëfehet nga vetë ata për gazetarin e Ora News Robert Goro. Greqia po mbush vitin e 7 në një krizë të thellë ekonomike dhe financiare. Rrugët në qendër të kryeqytetit deri para pak vitesh shkëlqenin nga pastërtia dhe vitrinat përherë ishin të ndriçuara. Tashmë janë të pluhurosura e të braktisura. Në vend të atyre vitrinave plot dritë që rezatonin prosperitet, tashmë shen ngado qepena të mbyllura. Sipas të dhënave zyrtare, vetëm në 2 muajt e parë të vitit 2017 u mbyllën më shumë se 5.600 biznese, duke e çuar në më shumë se 300.000 numrin e bizneseve të vogla dhe të mesme, që nuk mundën t'i rezistojnë krizës dhe u mbyllën në harkun kohor të 7 viteve. Ndërsa qeveria greke vazhdon negociatat me kreditorët, në objektiv final marrjen e këstit të radhës të kredisë. Treguesit ekonomik financiar të vendit mbeten dëshpërues. Greqia është i vetmi vend në Bashkimin Evropian që shënoi rënje ekonomike edhe gjatë 3 muajit të katërt 2016. Sipas shërbimit statistikor grek, prodhimi i përgjithshëm i brendshëm për vitin e kaluar ishte në të njëjtat nivele si në 2015-ën, në shifra konkrete 184.5 miliardë euro. Konstatimi i shërbimit statistikor grek që u konfirmua dhe nga shërbimi evropian e Eurostat e vuri në pozitë të vështirë qeverinë greke. Vetëm pak ditë më parë, kryeministri Tsipras deklaronte se Greqia tashmë ka ndryshuar faqe. Pas 7 vitesh recensioni katastrofal, vendi është rikthyer me ritme pozitive zhvillimi, deklaroi Tsipras në mbledhjen e fundit të kabinetit qeveritar. Më tepër se shifrat, optimizmin e kryeministrit grek e sfidojnë vetë qytetarët me opinionet e tyre. Opozdipote, opos όλους τους Έλληνες έτσι με επηρέασε και εμένα, δεν είναι. Kriza ka ndikuar edhe tek unë ashtu si te të gjithë grekët.
dikë më shumë, dikë më pak, kjo situatë nuk është diçka e mirë. Janë shumë të pakt ata që nuk i preokupon kriza. Shumica dërmuese e njerëzve po e vuajnë krizën në njërin apo tjetrën mënyrë. Μας έχει καταστρέψει αυτός ο αλήτης, ο σατανιστής που μας κυβερνάει. Na ka shkatruar ai vagabondi, ai satanisti që na qeveris. Jam pensionist, pensioni im është reduktuar 50%. Mirë po ja dal mban. Së pari nuk kam probleme me shëndetin dhe prandaj nuk më nevojiten ilaçe. Së dyti nuk kam borxhe. Kam shtëpinë time dhe fëmijët e mi janë rregulluar dhe kështu mbijetoj. Όχι, πολύ λίγο σε μένα, αλλά... Pensioni im nuk është reduktuar shumë, mirë po krizën e ndij ashtu si shumica e njerëzve, për shkak të situatës së përgjithshme, shtrenjtësisë dhe papunësisë. Tani është krizë, nuk kanë para njerëzit, nuk ka punë. Qeveria merr masa shtrënguese, kush i paguan këto masa? Unë shes lirë, 15 kokra gështenja të pjekura 3 euro, ç'të bëj me 3 fëmijë. Kam 20 vite në Greqi. Grekët kanë qenë nga natyra një popull optimist që dinte të jetonte mirë. Kjo shpjegon në një farë mënyrë dhe mentalitetin e tyre për të shpenzuar më tepër nga sa kanë qenë mundësit realisht. Mirë po, gjatë 7 viteve të krizës, Grekët janë shndërruar në popullin më pesimist brenda vendeve anëtare të Bashkimit Evropian. Në sondazhin më të fundit, mbar Europian, zhvilluar nga Eurobarometri, vetëm 8% e grekëve besonin se ekonomia do të shkonte më mirë gjatë vitit 2017. 64% e tyre besojnë se gjërat do të shkojnë më keq. Vetëm 1 në 10 grek i beson qeverisë dhe vetëm 6% e grekëve u besojnë partive politike. Διώξει ο κόσμος αυτούς τους πολιτικούς, όλους που... Populli duhet shpor këta politikanë që në kanë hipur në qafë. Atëherë do të ndryshojë gjendja. Për fat keq, nuk kemi politikanë që ja vlejnë. Δεν βλέπω άμεσα, όχι. Nuk jam optimiste. Jo, nuk besoj se kriza do të kalohet shpejt, ndoshta pas disa vitesh. Ku do dali? Po metra po i mbari u alës, të krizë do dali. Nuk dhe nga krizë. Έχουμε μέλλον. A kemi të ardhme, këtu ku ka të ndisëm, më sakt ku na quan politikanët, tani për tani ardhmja është e zymt, nuk është e qartë, gjithmonë me shpresën jetojmë, tani pyetja që shtrohet është se kush do të na ofrojë shpresën, jo që të na nxjerrë nga tuneli i errët, sepse kjo do të jetë një gjendje konstante, vetëm shpresa na ka mbetur. Η ελπίδα είναι τι θα κάνουμε, αυτό που λέτε. Përplasja e 2 makinave në Gjirokastër ka lënë pas 2 të plagosur rënd. Aksidenti ndodhi në vendin e quajtur Kthesa e Picarit, ku janë përplasur një mjet tip Benz me një Opel. Nga të dhënat parapraket policisë së Gjirokastrës, ngjarja dyshohet të ndodhur nga shpejtësia e madhe me të cilën udhëtonin të 2 mjetet. 2 të lënduarit janë 2 drejtuesit e mjeteve, ndërkohë që të plagosurit janë në gjendje të rëndë, por të qëndrueshme dhe po marrin trajtim mjekësor në Spitalin Rajonal të Gjirokastrës. 2 të arrestuarit e fundit për grabitjen e 9 shkurtit në Qaf Kashar, Aleksandr Murataj dhe Dritan Sinani janë lënë në burg nga gjykata e krimeve të rëndat. Pandeurit pretenduan në gjykatë se nuk kanë lidhje me ngjarjen. Sipas akuzës, Murataj dhe Sinani janë fiksuar nga kamerat e sigurisë në takimet e zhvilluara me pjesëtarët e tjerë të grupit para dhe pas kryerjes së grabitjes. Gjykata e krimeve të rënda ka lënë në burg 2 të arrestuarit e fundit të dyshuar si të përfshirë në grabitjen e ndodhur në 9 shkurt të këtij viti në aksin Tiranë-Rinas. 2 të arrestuarit Aleksandr Murataj dhe Dritan Sinani kanë mohuar të kenë qenë pjesë e grupit që kryente grabitje. Madje Murataj ka pohuar para gjykatës në momentin kur ka ndodhur ngjarja. Ai ka qenë tek dentisti. Fakt ky konfirmuar sipas avokatëve, por dhe i pandeuri tjetër Dritan Sinanaj ka mbajtur të njëjtin qëndrim. Ai tha para gjykatës se vetmja lidhje që kishte me të pandeurit ishte shoqëria e tij me Admir Muratajn, personin e shpallur në kërkim. Por sipas akuzës, 2 të dyshuarit Murataj dhe Sinani janë fiksuar nga kamerat e sigurisë në takimet e zhvilluara para grabitjes dhe gjatë gjithë ditës së 9 shkurtit, kur dhe ndodhi ngjarja. Akuza pretendon se të dyshuarit janë fiksuar duke transportuar çanta, komendohet se ishin paratë e grabitura. Aleksandr Murataj, vëllai të shpallurit në kërkim Admir Murataj, dyshohet se nuk ka marrë pjesë në grabitje direkt, por ka ndihmuar grabitësit si në vëzhgimin e mjeteve, ashtu dhe pas grabitjes, duke i shoqëruar me makinë. Ndërkohë, i dyshuari Dritan Sinani mendohet se ka marrë pjesë në grabitje, por si shoferi njëri prej 2 foristratave që u përdorën. Gjithashtu Sinani rezulton se është dënuar kohë më parë.
nga gjykata e krimeve të rënda për trafik droge, të mbetur në tentativë, pasi është arrestuar duke tentuar të kalojë nga porti i Durrësit, një sasi të konsiderueshme hashashi me autobusin kur ishte punësuar si shofer. Gjykata e krimeve të rënda pritet të japë vendimin përfundimtar për 2 persona të dyshuar se kanë rrëmbyer dhe mbajtur peng 2 vjet më parë një 37 vjeçar nga Saranda, fati të cilit nuk dihet. Por ndërsa babai 37 vjeçarit apeloi në media se nuk kërkonte dënimin e autorëve, por t'i tregonin eshtrat e të birit, ka ardhur reagimi babait të një prej të akuzuarve që mohon për fshirjen e të birit në këtë ngjarje dhe i kthen përgjigje. Babait të tij kam për të thënë që djalin e ka gjallë. Kjo është përgjigja që i kthen babait të 37 vjeçarit nga Saranda, Ridvan Lama, i zhdukur prej 2 vitesh. Babaja Ardiana Ogiçit, një prej të akuzuarve si ato zhëmbimin dhe zhdukjes së tij. Reagimi vjen pas deklaratës që Asqeri Lama i bëri nga gjykata e krimeve të rënda, ku kërkoi 2 personave të akuzuar për këtë ngjarje të tregonin eshtrat e të birit. Babaja Ardiana Ogiçit thotë se akuzat ndaj të birit dhe Viktor Islamit që akuzohet për ngjarje nuk qëndrojnë dhe se i biri ka qenë shok me 37 vjeçarin dhe s'ka pas arsye ta bënte këtë gjë. Atë personin që ka humbur e ka pas shok. Njën 3 ditë hanin e pirin në çdo lokal, më të mirat. Kështu që s'kishte ndonjë lidhje për të humbur njeriu. Edhe avokati që mbron të pandeurit deklaron se prokuroria nuk ka asnjë provë ndaj të akuzuarve dhe se akuza e tyre nuk qëndron. Kush pa e mban peng këtë person? Akuzoi për vrasje. Jam shumë dakord. Kini mendimin që është vrarë personi. Akuzojeni për vrasje dhe në rast se ka prova të dënohet për vrasje, po jo për rrëmbim personi dhe mbajtje peng. 37 vjeçari Ridvan Lama, i cili ishte emigrant në Greqi, dyshohet se u rrëmbye më 17 qershor të vitit 2015 në Sarandë nga 2 persona. I vetmi që ndodhi pra pahekurave është 30 vjeçari Viktor Islami, lindur në Puk dhe banues në fushë Mamuras, ndërsa Adriano Giçi nga Saranda vijon të jetë në Arati. Një stol për një të afërm për të përkujtuar një moment veçantë, por edhe për të kontribuar për qytetin. Kjo është nisma më e re Bashkisë Tiranë që janë përgjigjur edhe qytetarët e parë. 3 stolat e parë u vendosën në parkun e liçenit artificial, ndërsa kryetari i Bashkisë Tiranë Erion Veliaj tha se nisma do të shtrihet edhe në zonat e tjera të kryeqytetit. Dhuroj një stol është nisma më e re që ka ndërmarrë Bashkia e Tiranë, përmes së cilës qytetarët mund të përkujtojnë një të afërm përvjetore, por njëkohësisht kontribuojnë edhe për qytetin. Në vendosjen e 3 stolave të parë në parkun e liçenit artificial, mori pjesë edhe kryetari i Bashkisë Tiranë Erion Veliaj. Ne kemi lançuar një ide të re, ku shumë familjar që duan të kujtojnë të afërmit e tyre, kanë dhuruar një stol në ato që është shtegu i qershive. Tani që kanë çelur dhe qershit është bërë një ambient shumë i bukur. Edhe Antoni ka dhuruar një stol për Henrin, për vllajën e vet. Kjo nismë, tha kryetari i Bashkisë Veliaj, do të shtrihet edhe në zonat të tjera të kryeqytetit. Kjo do të jetë një iniciativë e cila do të vazhdojë, ndaj ne mezi presim që edhe në vendet të tjera të qytetit ne ta zbukurojmë qoftë me mbjellje pemësh, qoftë me stola, qoftë me dekorime. Do e kalojmë jetën duke mbjell pemë se duke mbjell sherrë, apo jo? Kështu është plani. Kryetari i Bashkisë Tiranë u bëri thirrje qytetarëve që t'i bashkohen kësaj nisme dhe të mirëmbajnë stolat e vendosur. Me shfaqje në Vlorë është përmbyllur rrugtimi në rrethe i Traviatës së Verdit. Opera me 3 akte ka ngjallur interes të jashtëzakonshëm tek ardashësit Lonjat. Rikthim pas 40 vitesh në skenën e teatrit Petro Marko në Vlorë. Traviata ka korrur sukses në qytetin bregdetar, ku Tkop ka përmbyllur turneun me veprën e jashtëzakonshme të Giuseppe Verdit. Opera me 3 akte ka ngjallur interes të jashtëzakonshëm tek artëdashësit. Drejtori i teatrit kombëtar të operës dhe baletit Zanacella e ka cilësuar fillimin e një bashkëpunimi, por edhe të një iniciative që do vijojë të përsëritet tashmë me shfaqje të ngjashme në të gjithë vendin. Ishte një teatr i cili jep të shfaqje vetëm në një skenë, gjë që nuk është normale, sepse teatri i operës është për gjithë shqiptarët, për të gjithë qytetet, jo vetëm për kryeqytetin, por ne filluam dhe është një fillim i cili do të ketë vetëse vazhdimsi. Më herët, Traviata e Verdit rrugtoi në Shkodër, Elbasan dhe Fier, për ta përmbyllur performancën e suksesit në Vlorë.
Italia ka zyrtarizuar listën e lojtarëve në kuadër të takimit përballë Shqipërisë i vlefshëm për eliminatorët e kampionatit botror. Treneri të kaltërve Gianpiero Ventura nuk ka përfshirë mes fushorin e Juventusit Claudio Marchision, teksa nuk mungojnë emrat e mëdhenj si Buffon, Bonucci, Verratti apo edhe Andrea Belotti. Më 24 mars, skuadra jonë përfaqësuese do të zhvillojë një takim historik përballë Italisë, pasi do të jetë hera e parë që kuqezindët e kaltrit do të sfidohen në një ndeshje zyrtare. Në kuadër të këtij dueli, trajneri kombëtarës italiane Gianpiero Ventura ka publikuar emrat e lojtarëve që do të jenë të gatshëm për takimin kundër përfaqësuesës sonë, e më pas edhe në miqësorën përballë Holandës. Në këtë listë me 25 futbollistë bëjnë pjesë pa diskutim emra mjaft të njohur si një prej portierëve më të mirë në botë, Gianluigi Buffon. Gjithashtu edhe Bonucci, Barzagli, Verratti, De Rossi dhe Belotti. Ndërkohë që në një farë mënyrë ka befasuar Ventura duke dërguar një ftesë edhe portierit që aktivizohet me Spalin në Serie B, Alex Meret. Mes trisive është edhe mbrojtësi i Atalantës Alessandro Spinazzola dhe Danilo D'Ambrosio i Interit. Ish tekniku i Torinos nuk ka preferuar të grumbullojë me fushorin e Juventusit Claudio Marchision, teksa i dëmtuar është mbrojtësi i skuadrës kampionet të Italisë, Giorgio Chiellini. Aktualisht Italian bën vendin e dytë në grupin G, me pikë të barabarta me Spanjën që ndodhet në krye. Ndërkohë trajneri i kuqezimeve Gianni De Biasi do të publikojë emrat që do të jenë të gatshëm për takimet ndaj Italisë dhe Bosnjës. Kjo e fundit një sfidë miqësore, ditën e hënë në orën 10:30. Pritet që në këtë listë të jenë për herë të parë dy lojtarët e Kukësit, Enea Koliçi dhe Albi Alla. Gjithashtu edhe futbollisti i Partizanit, Lorenz Trashi.